Makinat amerikane janë më të forta se evropianet, se koreanet, po i herë, po problemi nuk qëndron aty, por tek fakti se ti ndoshta nuk ke njeri që të shkojë në Amerikë dhe të çojë një makinë. Ta verifikoj, ta kontrolloj, më pas ta hipi në traget, paguaj doganën, transportin dhe një kalvar i gjatë me procedurat të tilla. Dhe për gjithë të meselen nuk ke pse shqetësohesh, sepse mund të futesh në Instagram dhe të kërkosh Auto USA Lux dhe për të gjithë këtë kalvar të gjatë merren ata. Ti thjesht shkon ke zyra e tyre, bën një parapagesë dhe pret 45 ditë makinën të vi në Durrës. Dhe ka edhe një të mirë tjetër. Nuk e bler thjesht një makinë, po ke marr garanci për kilometrat, garanci për kambion dhe motorin. Dhe pas 45 ditësh ti ke makinën tënde në Shqipëri. Pa njerëz në Amerikë, pa stres dhe pa atë kalvarin e gjatë të dokumentacionit, por thjesht futu në Instagram dhe kërko Auto USA Lux dhe gjej makinën që po kërkon.